Kena bërë CLS 450 që benzin të gjeneratën e fundit, edhe kisha qef me provuat të naftës edhe direkt qunat e gjetën e sollën, edhe kjo nuk është do si do është full, dhe i shofim gjithaj ka këtë opcionit, po dhe krasojmë edhe me serin 840 që këm bo, shumë e bukur. Kjo është AMG line, që e ka para kolbin pak më agresiv. Kjo është komplet blacked out, diset e zeza. Edhe kësaj është vu difuzor 53 që e marmitat, i shkojnë. Në fakt, këto unë s'jam fasi modifikime, po këty nuk shko fort. Edhe nuk duket si gjojë sa jume, duket fix. Shko fix në vend kjo difuzori. Diset janë të versionit 53 AMG, po janë originale, s'janë kineze, si që duhet me qenë, që ose i vetë diset tjera, duhet me avu originale për herë. Janë të lyme të zeza, këto no fullat janë të lyme me këtë ngjyrën që ka benci që përdara AMG-ja për frenat e qeramikës, si ngjyrë bronzi, i shka shumë, kjo lloj portokallie. Dyrt i ka me thithje, normalisht edhe xhamin e ka dopjo xham. Edhe dyrt me thithje. Normalisht fenerët i ka multi-beam, me Distronic, kamer 360 gradë gjitha këto opcionet. Xhamin e ka triplex, edhe me ngroje para. Normal ka kamerat edhe këtu poshtë për 360 gradë që.